aspektet të jetës private, vetëm që të vazhdojnë dhe të mbeten në qendër të vëmendjes. Kështu që është, por nga ana tjetër mjafton edhe të shohim se sa shumë njerëz që janë njerëz të zakonshëm, mbase ndonjëherë për fat keq mund të jenë edhe njerëz të rëndomt, përpiqen që të gjejnë të gjitha mënyrat për të qenë në qendër të vëmendjes dhe këto e bëjnë edhe duke ndarë aspekte fare private të jetës së tyre të përditshme. Edhe e gjitha si për ta marrë këtë vëmendje. Kështu që sot më shumë se sa ndonjë problem me këtë aspektin e privatësisë është më tepër se çfarë ndajmë dhe çfarë përpiqen njerëzit bëjnë për vëmendje. Mbase me këtë fjalinë e fundit që njerëzit duan ndajnë edhe të bëjnë gjithsesi të famshëm, lidhet edhe ai vendimi për të ndaluar TikTokun, sepse të gjithë duan të bëhen të famshëm e pastaj del jashtë kontrollit. Po. Është si ajo. Është një shprehje Orwellit që thotë të gjithë kafshët janë të barabartë apo disa janë më të barabartë, dhe në rastin tonë të TikTokut janë disa kafshë politike që duan të kenë të gjithë pushtetin, edhe është më shumë çështje censure në fakt se sa çështje le të përpiqemi që të mos ju japim famë. Më tepër është një mënyrë për ta kontrolluar çfarë informacioni qarkullon se sa një filtr për cilësinë e informacionit. Të paktën Përdërhyrje, të lutem përdërhyrje. Ragitllari, a ishte? Po, Ragitllari me Elsa. Zona Elsa. Habitëm pak se si definon si cenzur çështjen e mbylljes së TikTokut, kur ke Facebook në Shqipëri, ke rrjetet tjera sociale. Facebook është një lloj bërlogu, nëse mund ta them ashtu. TikTok një lloj bërlogu, një lloj A nuk pajtohem këtu, Ridvan? Një lloj kazani që shaquni ju atje me çeng Ridvan nuk qenë aktiv TikTok, nuk është ashtu fare. Me duket se pas keni qenë protestë sot? Jo, protesta ishte dje, jo, nuk kam dalë në protestë për TikTok. Je kundër mbylljes së TikTokut, apo? Mendoj që ka arsye dhe gjëra më të rëndësishme, më relevante për të protestuar, megjithëse për mua në thelb është një cënim i një qasje në një platformë të caktuar. Do me thënë, ju e dini që një diskutim i tillë u bë edhe në Amerikë, madje për një ditë u mbyll TikToku, po pastaj me ardhjen e presidentit Trump e rihapën sërish, duke riparë që Zonja Ragitllari, për ndërhyrje, për interaktivitet, të lutem. Si mas disa studimeve në zhvillime sipër që po bëhen hulumtime në Kosovë, në gjithë shkollat në nivel vendi, ato fillore të ciklit të ulët dhe të mesëm. TikToku shihet si figurativisht, po them, arma më vrastare e ekspozimit të fëmijëve ndaj një deformimi të pamenaxhueshëm edhe prindor, edhe pedagogjik, edhe Unë kam një djalë 10 vjeç edhe nuk ja lejoj që ta përdor TikToku dhe unë e bëj rolin e nënës të prindit në këtë rast, edhe kujdesem për përmbajtjen që shef fëmia im jo vetëm në TikTok, po edhe në rrjetet të tjera sociale, përfshirë edhe Snapchati që ka shumë të rinj që e përdorin. Kështu që dhe fakti që gjithë bota e përdor dhe nuk e ka kufizuar në këtë mënyrë, pra nuk kemi praktika dhe nuk ka arsye, kështu që nuk ka arsye të përligjura. Ana e shkel privatësinë TikTok, këtu të kthehemi te tema, Elsa, të kthehemi te tema e emisionit.